إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë nga hadithi të cilën e lam në hutben e kaluar, hadithi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Buhariu nga Samrat ibn Jundub radhiyallahu anhu, I cili na tregoi për një mëkat shumë të shëmtuar, I cili është krim I rrezikshëm edhe mëkat I madh, që na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë I vin atij Xhibrili dhe Mikaili për ta marrur atë. Edhe se kishte zakon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të I pyet shokët e tij se nëse dikush ka parë ndonjë ëndër e nëse I tregohej, pastaj tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha se më erdhën dy veta, Xhibrili dhe Mikaili, dy melaqet e mëdhaja të Allahut xhella xhelaluhu, dhe më morën kur na duke ecur, tha, derisa hasëm në një vend sikur ishte ajo si shembulli I një furrës. Në disa transmetime tjera ajo furra, tha, ishte me grykun sipër të ngushtë por poshtë shumë e gjon. Dhe pastaj I than, dëgjonim nga ajo furra duke dal zhurma dhe duke dal ulurima dhe zëra shumë të trishtueshëm. Kur na u afruam dhe vëzhguam se ç'o kish aty, atëherë tha pejgamberi selam, pam se në atë furrë kishte burra dhe gra të vdeshura, lakurigj dhe të zhveshura. E u habit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa këtë gjendje të tillë, o vëllezër, derisa tha pastaj e shihnja se në atë furrë, tha, dilte një flak e madhe dhe futej nga poshtë tyre dhe derisa I përfshinte të gjithë ato në kokat e tyre, e kur I përfshinte ato, tha pejgamberi selam, dau, ato uluritnin nga nxehtësia e madhe e asaj flake dhe atij zjarri, për të cilën pejgamberi Allahut u habit kur I pa, vëllezër, se si ishte gjendja e këtyre burrave dhe grave të cilët gjendenin në këtë furrë, duke u përfshirë me këtë flak, aq të vështirë dhe aq të rëndë. E pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj tha, men haula, kush janë këto njerëz të tillë? E ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke I thonë, haulai az-zunatu waz-zawani. Tha, këto janë ato të cilët janë zinaçarët dhe zinaçarët, ato të cilët janë të imoralitetit, ata të cilët me të vërtetë, o vëllezër, pejgamberi Allahut na tërheq vërejtin në këtë hadith që na tregon se pas vdekjes së secilit zinaçar dhe zinaçar, I cili e bën këtë vepër të rrezikshme të shëmtuar, tha, pas vorrit ai do të jetë në vërr, pra pas vdekjes në një dënim shumë të tillë e të vështirë e të rëndë në jetën e berzahut deri në kiamet. E valla thua se si është pastaj dënimi
i këtyre burrave dhe grave të cilët janë të njollosur me këtë mëkat, derisa o vëllezër, Mekhul ibn Abdillah Ash-Shami është një komentator i madh, një tabi i madh, i cili në komentin e një ajeti të Allahut xhelle xhelaluhu në suratul Hijr, kur Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Laha sab'atu abwab", Jehennemi, tha Allahu xhelle xhelaluhu, i posedon 7 dyrë, dhe se cila prej saj do ta merr pjesën e ndarë dhe hisën që do të futen në ato dyrë. Tha Mekhuli rahimahullah, tha njerëz të banor të zjarrit, tha do ta gjenë një erë shumë të rëndë dhe shumë të fliqur e të keqe, e të qelbur derisa aq shumë do të dëmtohen, e do të pyesin e do të thojnë prej nga vjen kjo erë kaq e fliqur dhe kaq e rëndë, që kur nuk kemi pa erë kaq të rëndë e të vështirë. Tha ju thuhet atyre dhe ju përgjigjet: kjo erë hadhihi rihu fargji zuna, tha kjo erë e fliqur dhe kaq e keqe, tha vjen nga organet e atyre zinaqarëve dhe zinaqarëve, të cilët do të dënohen dhe njerëz të zjarrit do të jenë në dëmtim nga era e flyqur e kësaj. O vëllezër, kjo është një mesazh për secilin nga ne që të ketë kujdesin e tij, e që mos të përgjigjet në haramin e cila është shumë e rrezikshme dhe është e vështirë, e kjo është ai krim i madh e cila dëmton shoqëri, dhe se me të vërtetë është një fllishësi dhe rrugë më e keqe, ashtu si Allahu xhelle xhelaluhu e cilësoi kur tha: "Innehu kana fahishatan wa sa'a sabila", se kjo vepër, ky mëkat është aq i fliqur dhe është rrugë shumë e keqe. Le të ketë kujdes secili nga ne, secili prind dhe secili musliman, që ai të kujdeset për shtëpinë e tij, ai i cili merr iniciativën e tij e të merr pjesë, le të kujton se një ditë ky mëkat do të jetë shumë i vështirë për të, e do të pëson disfate që e ti ta përjetojsh pastaj këtë mëkat edhe në jetën e vorrit dhe në berza, e pastaj të kesh dëmtim e vështirësi e dënim të madh, dhe pastaj kur të dalësh për Allahu xhelle xhelalu, që me këtë mëkat humb dhe nderin, humb dinjitetin dhe shoqërinë. Le të kujdesemi o vëllezër që na të kemi në sytë e ballit këtë këshill të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që mos të përpiqemi e mos vallë të mashtron dikush e ti të bish në këtë mëkat, por të jemi nga ato të cilët pejgamberi Allahu të livdroi, atë kategorinë e 5 aty ku jemi duke shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahu xhelle xhelalu. Tha i 5 i tyre është ai i cili e thërret një grua me pozitë dhe e bukur për të bërë moralitet, ai nuk ndalohet vetëm se i thot kam frikë Allahun xhelle xhelalu, nuk e pengon diç tjetër vetëm se të thot unë kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu. Lusim Allahun xhelle xhelalu që Allahu të na pastron dhe të na ruan, e të ruan në rinin ton dhe shoqërinë ton nga ky kerim i madh dhe nga ky mëkat i madh. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi al-aliyyil a'la, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se zinaja, imoraliteti dhe kurvëria janë një krim i rrezikshëm dhe një mëkat i madh të cilët ato dëmtojnë shoqëri, dëmtojnë nder, dëmtojnë fise dhe familje, e si mos të jenë kur ato me të vërtet aq është i rrezikshëm sa që prish dhe trashëgimi, dhe se trashëgohet edhe në familje. E kjo është me të vërtet se është aq shumë e rrezikshme që na o vëllezër duhet që të folmi vazhdimisht, për arsye se aq shumë u ka bërë e njohur ky mëkat, derisa Ibn Hajeri rahimullah tha o vëllezër në një shpjegim të një hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se do të vjen nga shenjat e kiametit që do të përhapet zinaja shumë dhe do të bëhet zinaja shumë, aq shumë do të bëhet normal te njerëzit që më dhe nuk do të flasin njerëzit, do të harrojnë se ky është mëkat i rrezikshëm. E me të vërtetë se ne duhet që të flasim, e duhet të marrim rinin ton për dorë, e atë dashamirin ton, atë plakun ton, që na të këshillohemi mes veti e mos të bim në këtë mëkat. Shikoni se si pejgamberi Allahut
e shëron këtë sëmundje dhe këtë furrë të epshit nëse te dikush është ndezur, ai nuk dëshiron diç tjetër vetëm se të shfryn në haram. Dëgjoni këtë hadith pejgamberi sallam dhe ja kujton se cili dashamir tëndit, i cili me furrën e epshit të tij i mbushur dëshiron që të shkon të bjen në këtë mëkat. Vjen një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi nga Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu. Tha vjen një djalë i ri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ya Rasulullahi, idhan li bizina." O i dërguari i Allahut, më jep leje mu që të bëj zina. Para menohet të gjithë të pranishmit, ato u hutuan duke u munduar që ta ndalojnë me, ka dalë se ndalu, shkej duke bërë çfarë pyetje duke i bërë pejgamberit Allahut. Me të leju diçka çka është haram, e ti ç'kysh ta bësh ato? Pejgamberi Allahut o vëllezër, shikojeni se si u soll me këtë njeri. Tha udnu, afrohu afur, ulu këtu nga të meje. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshiron që të t'jap leje për zina, për të bërë immoralitet. Tha pejgamberi Allahut, e tuhibbuhu li ummik, a e dëshiron një gjë të tillë për nënën tënde? Ky tha jo, i dërguari i Allahut, pasha Allahun asesi. Tha edhe njerëzit nuk dëshirojnë për nënat e tyre. Tha e tuhibbuhu li ibnatik, a e don për vajzën tënde? Tha o i dërguari i Allahut, pasha Allahun asnjë mënyrë. Nuk ka shanca këtë gjë të tillë për vajzën time. Tha dhe ti të dish se atje ku do të shkojsh ajo vajza është e dikuje. Nëse shkon atje dikun që ti mendon se i ai shkath, ajo është nderi dikuje. Është nona dikuje, është vajza dikuje. Tha pastaj pejgamberi Allahut, tha e tërdahu li ukhtik, a i kënaqur për motrën tënde një gjë të tillë, ta bën dikush me motrën tënde? Tha jo, i dërguari i Allahut asesi. Tha dhe njerëzit nuk e dëshirojnë për motrat e vet. Ajo motër është e dikuja, a i nder është e dikuja. Tha të rdahu li ametik, a dëshiron dhe a i kënaqur për halën tënde? Tha jo, i dërguari i Allahut, tha dhe të tjerët nuk dëshirojnë, edhe njerëzit nuk e dëshirojnë për halët e vetë. Tha dëshiron dhe a i kënaqur për tezën tënde? Tha as se si, o i dërguari i Allahut. Tha dhe njerëzit dhe të tjerët nuk e dëshirojnë për familjet e tyre, as për tezet e tyre, as për farefisin e tyre. Nëse mendon që të shkojsh në atë mëkat, mendoje gjithherë se është ai nderi dikuja. Ajo vajzë është vajza dikuja, ajo motër është motra dikuja, për të cilën ti mendon se je i shkat dhe se shkon bën pa problem atë mëkat të ligë. E mu përat pejgamberi Allahut të vëllezër, pasi që ky njeri e pat këtë dëshirë që ta merr një leje nga vështirësia që gjente nga epshi, e pejgamberi Allahut ja dha shërimin o vëllezër, që është me të vërtet mesazh për secilin njeri, që ai nëse ndalet dhe mendon, ai me të vërtet me logjikën e pastër do ta ndalë epshin e tij dhe do ta mendon se ai është nderi dikuja, e nëse nuk je i kënaqur për familjen tënde, si dëshiron që ti ai mëkat të jetë edhe në familjet e të tjerave. Pejgamberi Allahut ja vendosi dorën këtij njeriu duke bërë doa, duke thonë o Zot falja mëkatin, o Zot pastroja zemrën dhe ruja nderin. Dhe na o vëllezër i ngremtuar duke thonë, o Zot na i fal mëkatet tona të gjitha, o Zot na i pastro zemrat nga kjo furrë e epshit e cila shkatron neve, shkatron rinin ton, shkatron pleqtet ton dhe shkatron shoqërinë ton. O Zot pastroj zemrat tona nga ky mëkat. O Zot na ruaj nderin ton dhe lusim Allahun xhel xhelalu çirinin ton, Allahu xhel xhelalu ta mbron nga ky mëkat. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.